Një gjë që e ke kërkuar këtu e 2 muaj më përpara është sinqerisht keq. Megjithatë, do doja të thoja që gjatë muajit janar, eksaktësisht javën e 2 të muajit janar, një fushatë e tërë në territor, po edhe mediatike, lajmëroi shqiptarët se lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Pra lopët po prodhonin qumësht kancerogjen. Në fakt, u vura me dije nga i grup bujqësh që me thënë drejtën atje ku ndodhen në një zonë të Lushnjës e dinë ende numrin e telefonit dhe po mundoheshin të kërkonin ndihmë kudo. Mesazhet ishin kësaj natyre. Zoti Braçe, si jeni? Nuk e dim nëse realisht është ky numri juaj. Jemi fermer nga zona e Bubullimës. Kompania e qumshit Lufra po na shkatron. Deri dje kishte skem që gjoja ne bujqit i idhim qumshit ujë. Çmimin e uli fare, por tani kanë nxjerr gjoja me aflatoksin qumshin ton dhe po kërkon të na përzëri fare. Ku të vemi, ku t'i çojmë lopët, ku dreqin të mbytemi. Mesazhi tjetër, përshëndetje zoti Erion. Jam nga Bubullima e Lushnjës. Më fal se po të shqetësoj, po duan që të na ndihmosh me qumshin e fshatarëve që dorëzojnë tek Lufra. Për fshatin e vetmja shpresë janë lopët. Të kam ndjekur në statusin tënd, a ka ndonjë mundësi të na ndihmoni, po derdhim shumë qumësht në kanal që për popullin është gjaku dhe vuajtja e përditshme. Më fal, po nuk kemi telefon të tjetër kujt t'i drejtohemi. Mesazhi i tretë, Lufra këto ditë ka lënë kudo radh, për shembull një ditë ose qumshin e mëngjesit ose qumshin e mbrëmjes. Dhe çmimi për këto ditë do të jetë 950 lekë. Besoj se do ta kenë thënë edhe të tjerë, se në një mbledhje pronarja e ka pranuar hapur që e merr më lira të plurin se sa qumshin vendas. Dhe njerëzit mbase vazhdojnë hedhin misër, po u bën analizat dhe nuk na i merr parasysh. Unë nuk kam prerë që në fillim të janarit, që kur na kanë thënë dalo misrin, edhe pse e kanë vetë prodhimin tim misrin dhe të vaditur. Tani nëse vërtet misri e bëm këtë gjë, jam shumë dakord që të mos i hedhim më ujë misrit. Unë jam në rregull edhe me antimikotikun e të gjitha gjërat e tjera që kërkon veterineri. Mesazhi tjetër, zoti Erion, na fal për shqetësimin, por jam një qytetar nga Bubullima e Lushnjës, kemi rënë hall të madh me çështjen e qumshit, por Lufra është bërë më agresive nga ajo që ti bëre problem me statusin tënd dhe në parlament këtë çështje dhe sot ajo hakmerret me ne dhe s'na mori pik qumshi e na lan shtëpi. Të lutem, vazhdojnë ngrije këtë çështje. Fill pas këtyre mesazheve, jam drejtuar institucioneve shtetërore për të kuptuar se çfarë po ndodh. Në mes të muajit shkurt ka marrë një letër të parë nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit, e cila thotë, referuar periudhës dhjetor 2025 janar 2026, fermat blegtorale, subjektet me drejtim blegtoral, prodhim qumshi lëndë e parë, të cilat operojnë Bashkinë Lushnjë, Bashkinë Divjak, në qarkun e Fierit, informojmë se nuk janë marrë mostra për të analizuar për treguesin aflatoksin. Ndërsa në Bashkinë Dimal, në kuadër të planit kombëtar të monitorimit të mbetjeve për vitin 2025, nga AKVBMB, në muajin dhjetor është marrë vetëm një mostër për prodhim qumshi lope, e cila ka rezultuar jo konform me treguesin e aflatoksinës. Pra deri në fund të muajit janar, sipas asaj shkrese, vetëm një rast dhe jo në Myzeqe, po matan në zonën e Beratit, ka ndodhur një gjë e tillë. Është verifikuar dhe është gjurmuar kjo sasi qumshi dhe bëhet fjalë për 13.508 shishe qumësh të prodhuar nga ky qumësh nga kompania Erzeni, të shitura të gjitha, ndërkohë që gjalpi stok është bllokuar. Po në mes të shkurtit ka marrë një tjetër përgjigje nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili bën me dije AKU ushtron kontrollet vazhdueshme të programuara me bazë risku. Për periudhën referuese janë kampionuar në total 5 mostra në produktin qumësht lope, lëndë e parë, të cilat pasi analizuar në tregun me treguesin aflatoksin M1, pra qendrës referencës së ISUV,
2 prej tyre kanë rezultuar jo konform me vlerën mbi normë të lejuar të treguesit aflatoksin M1. Konkretisht detajet si më poshtë, pra nga 5 mostra të marra, vetëm 2. Pra në gjitha të fushat janë marrë vetëm 5 mostra dhe vetëm 2 të tilla kanë rezultuar me aflatoksin. Tani, është gjurmuar po prap dhe qumshi ka furnizuar kompaninë Lufra për 11.789 shishe 1.4 litra dhe një parti tjetër 10.920 shishe 1.4 litra, të gjitha të shitura dhe të pak thyera pas për ndonjë shqetësim të caktuar. Ndërkohë, jam referuar po prapa AKU-s për edhe periudhën nga janari shkurti e deri në fund të marsit dhe fillim të prillit dhe përgjigja është për periudhën 1 shkurt 2026, 31 mars 2026, nuk janë ushtruar kontrole në fabrikat, baxhët dhe përpunimit qumshit dhe fermat blektorale për bashkinë Lushnjë, Divjak dhe Dimal me fokus aflatoksinën në përbërjet produkteve blektorale. Pra prap, kemi ngelur vetëm me 2 mostra me aflatoksinë. Për të ardhur më tutje, kur problemi u bë misri, jam drejtuar po përsëri AKU-s dhe përgjigja e saj është shumë e qartë. Janë evidentuar gjithsej vetëm 200 ton misër i kontaminuar me aflatoksin dhe të gjitha, e gjithë sasia është nga Shqipëria e mesme, nga Tirana e në veri. Në zonën për cilët bëhet fjalë dhe ngrit alarmi i jashtëzakonshëm që qumshi i prodhuar nga lopët është kancerogjen, nuk rezulton të jetë shitur ky misër. Dhe në fund fare, jam drejtuar ISUV-it, sepse ka një shqetësim shumë të madh në këtë aspekt dhe është thënë që laboratorët e vetë kompanive kanë rezultuar dhe analizuar qumshin me aflatoksin dhe ISUV-i thot për periudhën dhjetor 2025 janar 2026, kampionët e ardhura nga inspektorati AKU për aflatoksin B1 janë vetëm 5, nga të cilat vetëm 2 kanë rezultuar me aflatoksin. Po për të njëjtën periudhë është një mostër e marrë në fshatin Çerm dhe ajo nuk ka rezultuar kështu. Dhe në fund thot, sa ka të bëjë me laboratorët e akredituar të cilat kryejnë analiza për aflatoksin, mendojmë se për një informacion të tillë duhet i drejtoheni Drejtorisë Përgjithshme të Akreditimit. Dhe jam drejtuar Drejtorisë Përgjithshme të Akreditimit dhe kam marrë një tjetër përgjigje prej saj, në të cilën thuhet laborator publik të akredituar nga DPA që kryen analizat e ushqimeve janë vetëm ISUV dhe laboratori doganor, ndërkohë sa i përket laboratorëve që operojnë pranë subjekteve të përpunimit të qumshit dhe të produkteve të bulmetit, nuk ka asnjë laborator të akredituar nga drejtoria në fjalë. Pra, për të konkluduar, e gjitha kjo fushat kundër qumshit të blektorëve, në fillim atje në territor nga fabrikat kundër blektorëve, e pastaj në media, sponsorizuar qartësisht nga fabrikat, rezulton vetëm me 2 mostra aflatoksine. 2 mostra, vetëm 2. Dhe me sasi e gjitha e konsumuar. Ndërkohë për gjithë periudhën nga janari, dhjetori vit që shkoi, e tani nuk ka më asnjë gjë të tillë. Kështu që doja nga ministri të dija çfarë ndodhi që e gjitha kjo fushat vuri përpara blektorët, e mbi të gjitha i detyroi ata që ta derdhin qumshin në kanal. Faleminderit. Faleminderit, mbështetet në 96.5 rregullore, zoti Salla keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta. Nderuar kryetar, të nderuar deputet, faleminderit për këtë interpelancë, cili na jep mundësinë të flasim hapur dhe me përgjegjësi për një çështje që prek drejt për drejt familjet shqiptare, e cila është siguria e ushqimit që konsumojmë çdo ditë dhe në rastin konkret produktet e qumshtit. Dua ta nis të fjalë jo vetëm si ministër, por edhe si një qytetar i Republikës Shqipërisë, besimi tek ushqimi është thelbësor, ku në moment që ky besim lëkundet, përgjegjësia jonë si institucion është ta sqarojmë, të veprojmë dhe mbi gjitha të garantojmë standarde. Për të kuptuar drejt situatën, duhet nisim nga një realitet i thjeshtë i sektorit të qumshtit, që është një sektor jetik për ekonominë rurale dhe për sigurinë e ushqimit në vendit, por ai është një sektor ende në tranzicion dhe me sfida strukturore të trashëguara ndër vite.
Ai karakterizohet nga fragmentizimi I lartë, shumica e fermave tona janë familjare, 1, 2, 3 krerë gjeth, që prodhojnë kryesisht për konsumin familjar. Vetëm 4500 ferma kanë më shumë se 3 krerë gjeth, ndërsa me rreth 11300 ferma kanë mbi 30 krerë të imta. Prodhimi total I qumshit në vend vlerësohet me rreth 1 milion ton vit. Një pjesë dorëzohet në stabilimente për punimi dhe pjesë konsumohet në ferma për konsumin familjar ose përpunohet në njësi të vogla, shpesh në zona të thella malore. Kjo strukturë është trashëgimi ekonomike dhe sociale, dhe jo përpunohet në panoramë reale me të cilët ne punojmë çdo ditë për të krijuar sfidat reale, në të cilat kontrollohet me cilësi, ruajtjen e zinxhirit të sigurisë ushqimore dhe gjumshmërisë. Ku qëndrojnë sot raportet të cilat ne jemi me standardet e Bashkimit Evropian? Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka përgjegjësinë në parafrimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në kuadër të kapitullit 12. Nga ana teknike, Shqipëria sot ka një bazë të plot ligjore të harmonizuar me Bashkimin Evropian. Dhe sot legjislacioni shqiptar për sigurinë ushqimore, higjienën, ngjyrshmërinë, kriteret mikrobiologjike dhe nivelet ndosë është I parafruar me rregulloren e BE-s. Pra, kuadri ligjor është I qartë dhe në përputhje me kërkesat dhe standardet europiane. Dhe sistemi aktualisht në vend, ku kontrollohet kryesisht nga AKU, nga stabilimentet e përpunimit dhe tregtimit, AKVB në nivelet e rajonal, ku për shëndetin e kafshëve dhe përdorimin e barnave veterinare, dhe ISUV dhe 7 laboratorët rajonal të AKU-s, në përmbushje të sistemit kontrolleve zyrtar të qumshit dhe produkteve me bazë qumshi. Si funksionon kryesisht kontrollet? Kontrolli nuk është një akt I vetëm, ai është një proces dinamik që ndjek produktin nga ferma në trues. Në fermën kontrollohet ushqimi I kafshëve, kushtet e mbashtimit dhe higjiena. Në pikat e grumbullimit kontrollohet cilësia e qumshit të dorëzuar. Në përpunim verifikohen proceset teknologjike të standarde higjiene sanitare. Në tre kontrollohet produkti final. Në Shqipëri operojnë 262 stabilimente grumbëllimi dhe përpunimi, nga cilat 215 klasifikohen me rrisë të lartë, thëndryshe kontrollohen më shpesh, çka dëshmon vëmendjen e Ministrisë Bujqësisë ndaj këtij sektori. Gjatë vitit 2025 janë kontrolluar gjitha stabilimentet për mospërputhjet në legjislacionin dhe janë dhënë 45 paralajmërime dhe janë vendosur 40 gjoba dhe është ndërprer aktiviteti për 6 stabilimente. Pra, ku ka shkelje, ka masa. Le të ndalemi tek çështja e aflatoksinës, që është ngritur me drejt një shqetësim nga ne dhe sikurse dhe nga ju. Gjatë vitit 2025 janë analizuar 32 mostra për aflatoksinën M1 në qumësht, nga të cilat 13 kanë rezultuar jo konform. Por gjitha rastet jo konform janë vendosur masa administrative, janë bllokuar produkte, kryesisht mijëra litra qumësht dhe 10 kilogram produktet përpunuara, të cilët është ndjekur gjumshmëria dhe në fermë. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet sistemi është aktiv, ai ka reaguar dhe ka reaguar në kohë. Është e rëndësishme të kuptojmë se burimi I problemit dhe të theksohet se aflatoksina në qumësht nuk krijohet në stabilimente apo baxho. Ajo vjen kryesisht nga ushqimi I kontaminuar I kafshëve, kryesisht nga aflatoksina B1 me misër ose koncentrat. Kjo është arsyeja pse kontrolli nuk e kemi kufizuar vetëm në produktin final, por e kemi shtrirë në gjithë zinxhirin që nga ushqimi I kafshëve importuar në kufi. Dhe nga pjesa e cila ne duhet të lidhemi në aflatoksinën, që në zona caktuara si ajo që përmendi zoti Braçe, ne duhet të themi që të gjitha procedurat janë ndjekur në afate dhe gjitha ato çfarë ne ngrim si shqetësim sot është ajo të cilat aflatoksina. Ne nuk duhet të inkurajojmë asnjë nga fermerët tanë të jenë pjesë e këtij procesi, pavarësisht se si ushqim kafshët, pavarësisht se si ne vazhdojmë në këtë procedurë kaq të rëndësishme, e cili është siguria ushqimore dhe ajo e cilit ne duhet të garantojmë të gjithë konsumatorëve shqiptar sigurinë ushqimore dhe një konsum të sa më cilësor edhe të kontrolluar. Pra, në elemente të tjerë të rëndësishëm
dhe është dhe ajo e cila është transparenca. Dua që sot të themi që ky sektor është shumë delikat dhe ne duhet të jemi pranë qytetarëve me siguri ushqimore të gjithë bashku për të pasur një proces transparent dhe një proces për të ndihmuar këtë sektor kaq të rëndësishëm. Së fundi duhet fjalë për diçka shumë thelbësore, ushqimin që ne fëmijët tanë dhe familjet tona konsumojnë dhe çdo ditë në shëndetin e qytetarëve tanë dhe për këtë nuk ka asnjë kompromis. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Braçë, në mbështetje të nenit 96.5 rregullores, mund të shpreheni lidhur me përgjigjen e ministrit deri në 15 minuta. Ministrë, më vjen shumë keq, po nga dhjetori deri në fund të muajit mars, sipas përgjigjeve zyrtare të AKU-s administruar nga unë, me firmë vula, mund t'ja vënë dispozicion, mi keni kthyer edhe ju një pjesë të tyre prapë mi keni dhënë mua, rezultojnë vetëm 5 mostra të marra. Një në Dimal, më saktë në Moravë të Bashkisë Dimal, dhe në krahun tjetër 4 të tjera të marra në zonën e Lushnjës dhe Divjakës. Nga këto mostra kemi vetëm 3 raste me aflatoksin. 3. Tani, të vini këtu e të më thoni që nuk duhet unë të nxis fshatarët që të prodhojnë me aflatoksin, nuk më shkon, nuk më ecën kjo gjëja, se nuk po nxis. Përkundrazi, fushata që unë ndërmor në territor nga kompanit dhe në media, po prapë nga kompanit, ka dëmtuar rënd produktin e bujqve, produktin e blektorve. Ato mesazhet që lexova nuk i shpikun. Janë 97 të tilla, mund t'ja u vënë dispozicioni, kanë printuar të gjitha, të marrë në një periudhë kohore, thjesht dhe vetëm një javë. Dhe për më tepër, çfarë pasoi fushatën, është shqetësimi më i madh që unë kam. Se deri në atë moment, hajde, po çfarë pasoi është problem shumë i madh. Dhe po vi çfarë pasoi apo me çfarë u shoqërua fushatë. Ndërkohë, para se të dalë atje, unë pranoj që këtë verdikt ta japin laboratorët e akredituar, të ISUV-it, të institucioneve publike. Por laborator të pa akredituar, të kompanive private, që përpunojnë qumësh, të thonë që qumëshi jotë është me aflatoksin, më thënë nuk shkon. Nuk shkon. Prodhues është ai blektori e Atjematan, prodhues është edhe ajo fabrika e Atjematan. Dhe nuk ka ndonjë epërsi mbi atë prodhuesin e vogël që bën qumshin që ajo fabrika të punojë. Pra mund ta pranoj verdiktin e ISUV-it, edhe ai fshatari atje, po jo të kompanisë. Jo të kompanisë që ka një laborator që askush se di në çfarë standardi është, çfarë analiza është kryen dhe ku është akredituar. Thënë të gjitha këto, fushata u shoqërua e para e mbi gjitha me mos mbledhje të produktit, hedhje masive në përkanale. E dyta me ulje të çmimit, se kjo e shoqëroi, ulja e çmimit e menjëhershme nga kompanitë që grumbullonin tek blektorët. E treta me masa shtesë blektorëve për antimykotikët dhe natyrisht edhe kosto për ta. Se të nxitur nga fabrikat u detyruan të blejnë antimykotik dhe t'i ngopin lopët me antimykotik në djenin time kot dhe në fokus të atyre përgjigjeve të AKU-s kot. Tani, përse u ullë çmimi? Ndryshoi oferta në treg? Jo, sasia e prodhimit qumshit në atë periudhë nuk u rrit. Përkundër zhvillohet në kanal. E dyta, u ul kërkesa në treg? Jo, kompanitë kanë vazhduar të shesin. Madje të bëjnë dhe një element tjetër, shumë të rëndësishëm për cilin do flas më poshtë, për të zvendosur qumshin që nuk mblodhen nga blektorët. Në janar hyri në fuqi ligji për rimbursimin me 10% tatimin mbi vlerën e shtuar për çdo faturë produkti bujqësor e blektoral. Rimbursoheshin blektorët e bujqit
dhe faturën duhet ta lëshonte subjekti me TVSH, vetëm me TVSH. Dhe në këtë kontekst ajo që dua të them është fabrika është subjekti që duhet lëshoj faturën me TVSH. Pra për të marrë 10% të vlerës një bujk apo blektor duhet ta çojë qumshin veç tek fabrika, askund tjetër pa TVSH. Me detyrimet e ligjit të ri për TVSH-n, fabrika duhet lëshoj faturë për blektorin edhe nën presionin e blektorit, që normalisht ka dëgjuar nga këtu që duhet marrë 10% vlerës faturës. Lëshimi i faturës do nxirren pa evazionin e frikshëm, një sport masiv në bujqësi e blektori dhe sjellje e qëndrueshme në zinxhirin e përpunimit dhe të shitjes së këtij produktit përpunuar. Tani i mbani mend këto tabela, i kam nxjerrë këtu kur po diskutoj paketa fiskale dhe ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar. Janë llogaritë bëra mbi një çmim hipotetik. Çmim hipotetik. Qoftë të produkteve perime, fruta e kështu me radhë, qoftë edhe të qumshit. Në raport me skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Dhe në atë kohë ju thash se çfarë do ndodhi. Ju thash që skema e TVSH-s me import 20-20, pra 20% hyrje, 20% dalje. Dhe TVSH brenda vendit 0% në hyrje dhe 20% në dalje detyron informalitet me produktin vendas dhe favorizon importin si produkt përpunimi. Përpunuesi është më interesuar të importojë qumësh, jo të blej tek blektorët. Në import fiton, brenda vendit humb lek. Ju thash që në kushtet e presionit ligjor për faturë dhe natyrisht edhe të bujkut për të marrë mbrapsht 10%-in, por punuesi do ul çmimin tek blektori me 10% sa që është TVSH-ja e rimbursueshme dhe nuk do t'i mjaftojë. Del me humbje. Mbi 10% del me fitim dhe formalizohet. Ja që ndodhi. Ka marrë të dhënat, zoti ministër. Dhe kam bërë llogaritë e reja. Dhe llogaria është kjo. Qumshi i importuar gjatë vitit 2024 është 11.5 milion litra, numrat të certifikuar nga dogana. Çmimi mesatar ishte 58.5 lek për litër në import. Me 20% TVSH, rezultati në fund fare është plus 8.2 lek. Pra në qoftë se merr qumësh në import, përpunuesi që është fabrika, në fund fare fiton 8.2 lek nga 1 litër qumësh. Ndërkohë që për vitin 2025, importi i qumshit arriti në 7.9 milion litra. Çmimi mesatar ishte 61.3 lek për litër. Duke bërë llogaritë të TVSH-s, rezultati i fabrikave që kanë importuar pjesën më të madhe të qumshit është me plus 8.3 lek fitim. Po pra të marrë qumësh në import, qoftë gjatë vitit 2024, qoftë edhe gjatë vitit 2025, me çmim më të lartë se sa çmimi i qumshit vendas, rezulton me fitim. Tani, çfarë ndodh me çmimin që ishte 55 lek, ishte 55 lek për litër të blerë brenda vendit? Me TVSH 0 lek në hyrje dhe me TVSH 20 lek në dalje, rezultati është 0.8 lek humbje. Lek humbja. Tani natyrisht që humbja është më e madhe, se gjatë vitit 2024 çmimi i qumshit tek fermerët ishte fiks 65 lek. Ka qenë ministër tjetër atëherë në detyrë dhe u bë luftë e madhe nga fabrikat që të ulnin çmimin e grumbullimit të qumshit tek fermerët. Po marr atë që ishte i fundit, para se sa të hynim në fushatën masive të qumshit kancerogjen të lopëve. Ishte 55 lek. Pra del me humbje 0.8 lek për litër. Dhe llogaria tjetër është akoma dhe më interesante. Me çmimin e qumshit që është sot 47 lek tek fermeri, me TVSH 0% në hyrje dhe 20% në dalje, rezultati shkon në 0.5 lek fitim. Pra, ulja e çmimit të qumshit tek blektori u detyrua pikërisht nga rezultati financiar, rezultati ekonomik i fabrikave të qumshit. Nga me humbje në fitim.
në kurriz të bujkut, që sot e shet qumshin vetëm me 47 lek te kompanitë. Tani të shkojmë më tutje. Nga 55 lek që ishte në 47 lek që u bë me njëherë në fund të muajit janar, i thon një diferencë prej 8 lekësh, e cila është fiks 14.5% e çmimit që ishte. Pra, çmimi u ul tek bujku me 14.5 lek. Që është më shumë se sa 10% i tatimit mbi vlerën e shtuar, që ju thash do ta ulin, do ta çojnë fermerin në zgrip me qëllim që ta marrin për vete atë gjë. Dhe ja ku e keni, e kanë marrë. Këtu po vim në pikën që fitimi, të paktën kompania, fabrika, është me fitim. Qoftë kur merr qumësh në import, qoftë edhe kur merr brenda vendit. E detyruar nga rregullat e reja ligjore që ne vum dhe natyrisht presioni fermerëve për të marrë qumshin, por ka ndodhur edhe më shumë se sa kaq. Shikoni, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar që ne miratuam këtu, duke orientuar bujqit vetëm tek subjekte me të skemës së tatimit mbi vlerën e shtuar, pra fabrikat e mëdha, shkundje e thuajse e ka çuar në zaurim gjithë shtresën e mesme të tregut, segmentin e mesëm të tregut, që ishin baxhot, të cilat janë jashtë skemës së tatimit mbi vlerën e shtuar, e që për fat keq nuk mund të presin faturë me TVSH që bujku apo blegtorit marrin mbrapsht 10%. Ky është një problem shumë i madh. I keni quar të gjithë blegtorët, ne që votuam këtu. Unë jo herë se unë votova kundër. Po dikush tjetër këtu që detyroi pastaj edhe gjithë grupin që të votonte pro. Po them, i kemi detyruar gjithë blegtorët të shkojnë vetëm në një pikë, tek fabrika. Askund tjetër. Dhe normalisht i kemi lënë në dorë që çmimin ta vendosin vetë fabrikat siç e vendosin. Dhe e ulën me 14.8% një herësh. Nga 55 lek në 47 lek që është sot. Ky ka qenë qëllimi i gjithë fushatës së qumshit kancerogjen që prodhonin lopët. Ulja e çmimit me qëllim që të binin në formalizim dhe natyrisht fabrikat të fshihnin atë që ka ndodhur në harkun e kaq viteve për shkak të asaj skemës së TVSH-s. Tani natyrisht që kjo lloj skeme e tatimit mbi vlerën e shtuar nuk është në favor të fermerëve dhe natyrisht nuk është në favor as të fabrikave. Dhe prova është shumë e qartë tani. Unë nuk gëzohem që më doli fjala që ju thash këtu në nëntor, por jam të merrësisht i dëshpëruar pse nuk dëgjoni. Pse nuk dëgjoni? Dhe pse nuk uleni të bëni gjë më normale në këtë vend edhe në qeveri, të bëni llogari. Janë llogari shumë të thjeshta. Kush e njeh skemën e TVSH-s e bën këto llogari për punë minutash. Po lëmë një faktin që ajo mënyrë e rimbursimit të TVSH-s nuk ka lidhje as me direktivën e Bashkimit Evropian, nuk ka lidhje as me modelin që vun, apo ku ne u referuam në Francë, si shtuaj në projekt ligj, sepse ata rimbursojnë 10% të vlerës së faturave të TVSH-s së paguar për inputet bujqësore, jo për vlerën e mallit të nxjerrë atje matan, duke lënë skemën 0 me 20 në fuqi, dhe që po i bën gropën bujqësisë në çdo rast. Nuk e di, unë besoj që ju i keni parë numrat dhe e keni shumë të qartë këtë gjë. Thash, prodhimi vendas po zvendësohet nga importi. Dhe gjysma e importit, atyre 7.9 milion litrave që ju thash, është qumësh i pasterizuar, që nuk bëhet as djath, nuk bëhet as kos, nuk bëhet as gjizë. Pse? Se është ezauruar nga gjithë vlerat ushqyese që ai ka. Tani pyetja që kam unë është me çfarë po prodhohet djathi, kosi, gjiza në këtë vend? Jam drejtuar AKU-s, po prap. Dhe e kam pyetur pikërisht e para për përbërjen e qumshit të importuar dhe e dyta që është shumë e rëndësishme për etiketat e miratuara pikërisht për përdorimin e elementeve të tjerë bimor siç është vaj i palmës apo në krahun tjetër qumshi i pluhur brenda këtyre produkteve. Më ka sjellë një listë me etiketa dhe natyrisht e kuptoj, po në treg kush e verifikon se si është prodhuar djathi, qumshi, djathi, kosi, gjiza? Si është prodhuar? Nuk duhet të shiten si produkte qumshi, thot ligji. Dhe këtë referon dhe AKU-ja, po e ka kontrolluar? Shkruhet gjikundi në etiketat e tyre që këto janë produkte të përbëra?
Dhe nuk janë produkte me bazë qumshi sepse është bërë një miksim i produkteve shtatëzore me produkte bimore? Jo, s'është asgjikundi. Dhe e dyta që është akoma më rëndësishme, certifikatat që dorëzohen në dogan janë ulërice për qumshin e importit. Në to nuk thuhet asgjë. As sa përqind yndyrë ka, as sa përqind ngarkesë bakteriale ka, as sa përqind protein ka e kështu me radhë. Jo, është një certifikat e thatë që thotë është konform rregullave të OECD-s. Po nuk e kam këtu. I kam këtu më mi ka sjella ku uja. Pra, edhe ky është një problem shumë i madh. Ashtu siç problem shumë i madh sot është janë çmimet. Mi ndaloj garda, ministër ti sillja këtu. Po jemi në kushtet kur çmimet e produkteve bujqësore, perime edhe fruta po shkojnë shumë lart. Dhe po i udhëheq importi. Tabelat e fundit të Istatit tregojnë më së miri një gjë që është themelore, që eksportet tona po bien. Ky është janari. Te bujqësia është këtu. Dhe është në krahun negativ të rënies së eksporteve. Ky është shkurti. Dhe po prap bujqësia është në këtë anë, po tani rënja është thelluar. Ka shkuar 2 pikë ca. Dhe natyrisht, me dy gjëra shumë të rëndësishme për mbytjet e muajit dhjetor, janar dhe shkurt. E në krahun tjetër, rritja e çmimeve të inputeve bujqësore tani do ta vazhdojnë këtë goditje. Dhe nga blegtoria po shkojmë eksaktësisht edhe tek segmenti më i rëndësishëm i eksporteve tona që është perimeria dhe frutat. Po me që razilja do mundohem ta përmbledh në fund fare këtë pjesën tjetër. Faleminderit. Zoti Salla, nëse dëshironi të shpreheni përsëri, keni në dispozicion dhe 3 minuta kohë, mbas të nënit në të 6.5 rregullores. Çështja e çmimit të qumshit dhe importit dhe funksionimit të pikave të grumullimit është një çështje reale, ndjeshme dhe me ndikim drejt për drejt tek fermieri, tek përpunuesi dhe të konsumatori shqiptar. Shqipëria është ekonomi tregu, me angazhime dhe marrëdhënie tregtare dhe me detyrime për të respektuar standardet e konkurrencës, por ama importi nuk mund dhe nuk duhet të kthehet në instrument deformimi të tregut brendshëm. Por aq më pak në presionin e drejt për drejt me fermerët shqiptar. Nuk mund të kemi zhvillim të sektorit qumshit pa një sistem grumullimi funksional, me analizat cilësisë dhe ruajtjes zinxhirit të ftohtë, me dokumentim të sasisë dhe me marrëdhënie më të qartë konkurruese mes fermerit dhe të grumulluesit. Kjo është thelbësore sepse çmimi nuk mund të jetë thjesht një rezultat i një njoftimi verbal nga pika e grumbullimit. Çmimi duhet lidhet me parametra të matshëm, etiketimin, me cilësinë dhe përmbajtjen, higjienën, standardin dhe sigurinë ushqimore dhe në sasinë e dorëzuar, pra me rregulla të qarta për të gjithë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë fokus forcimin e sigurisë dhe cilësisë mbi tregun e produkteve të importit, për të garantuar që asnjë që hyn në tregun shqiptar të mos cënojë me sigurinë ushqimore, as konkurrencën e ndeshme dhe as prodhimin shqiptar. Prandaj qasja jonë është me shumë kontroll, me shumë formalizim, me shumë standard dhe me shumë mbështetje për prodhimin vendas dhe me shumë transparencë në zinxhir të qumshtit. Ne kemi ngritur një grup pune për të gjithë verifikimin e zinxhirit të etiketimit, ku me trupën e AKU-s do të monitorojmë të gjithë etiketimin në vend, për të siguruar një sistem dhe një zinxhir të konsumatorëve shqiptar, të një transparence se çfarë konsumohet do të jetë në etiketimin e cila do të monitorohet dhe do të jetë ndëshkuese ndaj gjithë atyre subjekteve që nuk do të respektojnë standardet cilët janë vendosur në etiketim apo në gjumshmërinë cilën ne kemi në transparencë të vazhdueshme. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zoti Braça, keni dhe ju 3 minuta kohë në dispozicion. Ministër, çdo përpjekje në territor
me këtë regjim fiskal që ne kemi do dështoj. Ne mund të detyrojmë thuaj se çdo prodhues të vogël apo të madh të qumshit që të etiketoj produktin e vet marr nga lopa, nga delja, nga dhia e kështu me radhë. Mund ta bëjmë këtë gjë më. Është krejt kollaj që me forcë mund ta bësh këtë gjë. Ta detyrosh atë që ta bëj, por regjimi fiskal që ne kemi nuk e favorizon formalizimin. Ose kështu siç është favorizon uljen e çmimit të produktit të fermerit. Dhe do ju lutem shumë, jo, nuk e kompenson asgjë, dhe ato do thoja, nuk e kompenson asgjë, sepse urdhroni, bëm ligjin që do i kompensojmë 10% të vlerës së faturës, apo jo? Dhe ja u tregova me llogari që 10% që është ezauruar, çmimi është ulur me 14.8%, 14.8%. Dhe në momentin që ulet 14.8% është më shumë se sa 10%. E pash skemën tuaj të subvencionimit të blegtorëve. Shumë e mirë, i keni kushtuar vëmendje shumë të madhe kësaj radhe bujqësisë. Ulet numri i baktive, rriten parat. Pavarësisht se edhe aty ka një problem që nuk e zgjidh gjën. Por po ju them edhe një herë tjetër, edhe para shtesë t'i japim ne blegtorit në dorë, skema e tatimit mbi vlerën e shtuar nuk e favorizon. Gjithnjë kompani do i drejtohen importit, për të marrë qumësh që nuk i jep kokçarje, nuk i detyron, nuk i vë përballë bujkut për t'i thënë që e ke kaq ngarkesën bakteriale, e ke kaq yndyrën, e ke kaq proteinën, ke kaq ujë, ke kaq gjëra të tjera që ja u zbresin, se ai çmimi që thash unë, zbriti nga 55 në 47, është edhe më poshtë se sa kaq, sepse ju llogarisin ujë, ngarkesë bakteriale, çdo gjë tjetër është shumë i vogël, është shumë i vogël. Sa do lek t'i japim ne me skema subvencioni, përsëri nuk e zgjidhim dot. Dhe në rast se do vim në këtë pikë, po prapë po ja u bëj kërkesën. Po pse nuk favorizoni prodhimin, po favorizoni kokët e lopëve, kokët e deleve dhe kokët e dhive? Po jepi lek për litër prodhimi dhe vendos një standard të atij qumshi që prodhohet. Dhe jepi lek për litër, për kilogram prodhimi. Të çfarë do lloj prodhimi që është? Kjo është e para. E dyta, realisht ajo skem ka këtë pjesë mirë, po pjesën tjetër ama, që keni hequr naftën që ishte falas, jo pa taksa, po ishte falas. Në një moment krize, unë jam ai që kam thënë që po duhet ndryshoj skema naftës, po jo në një moment që nafta është 224 lek, është 220 lek. Nuk bëhet kjo në kushtet kur çmimet janë sipër dhe ne se dim se si do shkojnë, sepse rrisin drejt për drejt koston. Ka vajtur 17.000 lek plugimi, 14.000 lek freza, ka vajtur 7.000 lek. Përfundoni, lutem. Ta mbaroj. Korja e kështu me radhë. E në krahun tjetër, po kemi plerat kimike, ministër, dhe është abuzim shumë i madh. Nga data 28 shkurt deri me 31 mars që unë kam marrë të dhënat e doganave, kanë hyrë vetëm 3.000 ton plera kimike. Në total, ure, DAP, superfosfat edhe nitrat amoni. 3.800. 3.000 e tha, ndjes. Gjithë pjesa tjetër ka ardhur para luftës. Po si moru dyfishuan çmimet me një herë, sa po ranë raketat atje. Po mirë më merre dikush me këtë gjë, e ta verifikoj këtë gjë, ore si ka mundësi që ai atje në kavaj thot po shes me çmimin e bursës. Të kujt bursa ma po shet ai? Kur mallin e ka sjell gjatë gjithë vitit 2025 dhe muajve të parë të vitit 2026. Vërini fre abuzimit, ndryshe fshatarës do marrin dot frymë.